Klerikët shqiptarë, qysh në origjinë të letërsisë shqipe, kanë dhënë kontributin e tyre, kontribut që ne na kanë ndihmuar jo vetëm për me zbulu origjinën tonë të vjetër, po na kanë ndihmuar edhe ta përpunojnë gjuhën mas një pushtimi 5 shekullor të Turqisë. Po vazhdimisht edhe në kohën e rilindjes shqiptare, po disa klerik kanë dhënë një kontribut të shkëlqyer, një kontribut shumë të vyer për letërsinë. Edhe këtu do të përmendim Mjedën, Fishten, Gjeqovin, Nolin, Prenushin edhe shumë të tjerë, Mas rilindjes, po thuj, po këta, duke shtu edhe të rinjtë, edhe këta filluan edhe dha një kontribut të madh në letërsinë shqipe. Kjo letërsi, domosdo, është artistike, sepse të gjithë këta që shkruajshin tashmë më vonë u përgatiten në shkolla të Evropës perëndimore. 44, me ardhjen e komunizmit në Shqipëni, po një komunizm që ishte serboslavu, nuk ishte komunizm një fill, po ishte anti-shqiptar, qysh ngen të vetin, atëherë domosdo që jo vetëm që u zhduk kjo lloj letërsie, po u zhdukën edhe autorët e saj. Ne kemi me qindra klerik shqiptar, nuk thamë vetëm katolik, po ortodoks, musliman edhe katolik që dhanë jetën, që u vranë, që u sakatuan, që u masakruan prej komunizmit shqiptar, prej atyne emisarëve të Titos edhe të Stalinit. Gjedhë Fishta është një shembull i një tragjedie të shëmtuar që u lut në kurrizë të popullit shqiptar, të letërsisë shqipe, sepse na e dim që Fishta është krijuesi i lahutës së marxisë, edhe dim se lahuta e marxisë është epopeja kombëtare e popullit shqiptar. Aty është e përjetuar e gjithë historia e këtyne shekujve të fundit të jetës shqiptare. Prandaj ata e kanë pas shumë mirë si anë miq të Shqipënisë e si të kulturës shqiptare që të luftonin Fishtën, sepse Fishta ishte një nga kreatorët, një nga krijuesit e shqiptarizmës. E atëherë duhet të zhdukësh ky njeri. Edhe do të zhdukësh pa i kishte vdek. Këta jo ishin aq diabolik, aq njerëz pervers, sa që ju dilte punë edhe me të vdekurit. Në gjithë botën, pavarësisht i vdekuni nderohet, respektohet. Këta treguan barbarizmin e tyre që nuk mund ta gjesh shoqin as në bushimanët, as në hotentotët, as në popujt më barbar të botës, nuk mund të gjesh një krahasim të tillë, edhe një ballafaqim të tillë. Që të qohet shqiptari e të luftoj shqiptarin intelektual që i ka dhënë aq dritë, që i ka dhënë aq jetë, aq hapësinë vendit edhe popullit, ta zhdukish në atë mënyrë, kjo është një gjë që nuk mund të banë gjithë. Këtë e ka bërë vetëm ai lloj regjimi, siç ishte regjimi i Enver Hoxhës. Byroja politike shpreh pikpamje. Her pas here, sikur shkruajsha në një poezi, por atë përpiqesha ta fus në dhe, se po të më gjindesh, do të kisha penalitet shumë të rrezikshëm. Do të thonë, mund të kalosha prapë në përgjigje. Atëherë, për mi shpëtu këtyne sendeve, unë e shkruajsha natën, edhe natën e vorroshin. Në një vend që as unë nuk e disha,
Vetëm gruaja jeme e dinte. U shua një ndër të fundmit letrar të plejadës së viteve 30, Dr. Lazar Radi, poet, përkthyes dhe publicist i njohur që pati një rikthim të bujshëm në vitet 90. Botoi gjatë këtyre viteve 15 libra, duke çuditur botën e sotme letrare shqiptare me produktivitetin e një të riu. Lazar Radi lindi në Prizren më 29 janar 1916. Formimin klasik e mori në gjimnazin e Shkodrës më 1938, për të doktoruar më pas në Fakultetin e Drejtësisë së Romës. I kthyer në Ateun e pushtuar bashkë me Koliqin, zhvilloi aktivitetin e tij edhe si gazetar në shtypin e kohës, por nuk u largua nga Atheu si shumë intelektual të tjerë. Pasoja, kalon në gjyqin special duke u dënuar me 30 vjet burgim, që i kaloi në përkëneta e kampet të punës së detyruar deri në prag të demokracisë. Gjatë 8 vjetëve të fundit, Lazar Radi ka qenë interesuar për zhvillime demokratike dhe sidomos i përkushtuar duke marrë pjesë në tubime shkencore, si dhe me shkrime historike për çështjen tonë kombëtare dhe zgjidhjen e saj. Kush nuk e ka njohur veprën e Mikut të Migjenit, së paku do të sjellë ndërmend pamjen e tij prej intelektuali të viteve 30, duke përshkuar rrugën dëshmorët e kombit si një hije e gjallë, plot energji, Dr. Lazar Radin.